Në fshatin Çukas në njësisë administrative Fier Shegan, bashkia Lushnjë, u zhvillua një aktivitet përkujtimor me rastin e 81 vjetorit të rënies së heroinës së popullit Liri Gero në luftën antifashiste nacional shërimtare, së bashku me shumë luftëtarë të tjerë të rinisë lushnjare. Në këtë ngjarje morën pjesë përfaqësues të Bashkisë Lushnja, Bashkisë Dimal, Bashkisë Fier, organizata të veteranëve, pasardhës të tyre, nxënës të gjimnazit të shkollës së bashkuar Fier Shegan, si dhe banorët të zonës, të cilët u bashkuan në këtë përkujtim solemn. Aktiviteti u çel me intonimin e himnit kombëtar dhe 1 minutë heshtje në nder të dëshmorëve. Një moment domethënës ishte edhe pastrimi i sistemit të lapidarit përkujtimor të heroinës, një ndërhyrje realizuar fal angazhimit të drejtuesit të ri të njësisë administrative Fier Shegan, zoti Fabio Mirovci. E pranishme dhe gjithmonë e angazhuar në evente të tilla ishte edhe kryetarja e Bashkisë Lushnjë zonja Riselda Sefa, e cila përshëndeti të pranishmit dhe theksoi rëndësinë e ruajtjes së kujtesës historike dhe të lavdisë së dëshmorëve, si një trashëgimi që duhet jetojë në brezat e rinj. Të nderuar miq nga Fieri dhe nga Dimali, mirë se na keni ardhur sot, të nderuar veteran, pasardhës të veteranëve. Historia e Shqipërisë ka patur shumë ngjarje të rëndësishme, një prej cilëve ka qenë dhe lufta antifashiste nacional çlirimtare, dhe ne, ashtu si çdo 6 tetor, edhe sot kemi ardhur në këtë memorial 81 vite më pas për të nderuar, për të kujtuar, por patjetër edhe për t'i bërë nderimet me përulje, ashtu siç e meritojnë të gjithë ata që dhanë jetën për çlirimin e vendit tonë. Këto aktivitete ne jo vetëm që i bëjmë për t'i kujtuar të gjithë këto ngjarje të rëndësishme, por ajo që është më e rëndësishme është t'ia kalojmë brezave të rinj në mënyrë që vepra heroike e tyre të mos vdes kurrë. Lavdi dëshmorëve për të gjithë ata që kanë dhënë jetën për çlirimin e Shqipërisë, por patjetër dhe të Lushnjës sonë. Këtu është bërë një betejë e fortë midis forcave gjermane që ishin në tërheqje për t'u larguar dhe forcave të brigadës 16 që ishin në këtë zonë, kishin për detyrë rrugën nga Berati në Lushnjë dhe nga Fieri në Lushnjë ta mbronin nga armiqtë të pushtues. Këtu neve na lidh më shumë heroina e popullit Liri Gero, që ishte në moshë shumë të re dhe ka luftuar me trimëri si shokët e saj, si burrat e tjerë. Ajo ra menjëherë bas Nako Bozos, me origjinë nga Kolonja, ai bile i dha edhe automatikun kësaja. Liria, edhe nga që pa shokët që po binin njëri pas tjetrit, u bë një numër i madh, u revoltua shumë dhe nuk e mbrojti vetëm me pasaja, derisa 2 herë u plagosë rand, pastaj gjermanët dhe ata të tërbuar, sepse një nga kuadrat e larta të Gjermanisë të ushtrisë hitleriane u vra këtu, edhe shumë deme të mëdha në automjete, atëherë nga urrejtja që kishin ata për partizanët tanë, e dogjen me benzinë Liri Gero. Liri Gero është shpallur heroinë e popullit, e vetmja heroinë apo hero populli që ka rreth i Fierit.